4 vitet e funit, fillimi I përdorimit të drogave ka rënë dukshëm kur flitet për moshën kur fillojnë me përdorimin për herë të parë me përdorimin e drogave, pra mosha mesatare atyne që fillojnë përdorimin e drogës është 16.1 vjeç, që do të thonë ka rënë dukshëm edhe shumë. Mosha më rrezikuese sa përket fillimit të përdorimit të drogave është 13 vjeç deri në 17 vjeç. Natyrisht edhe ata më tutje, por kjo është mosha më kritike për fillimin e përdorimit të drogave. Sa përket arsyes pse fillohet përdorimi I drogave, nuk ka ndonjë arsye shumë e bazuar ose disa arsye shumë të bazuara edhe në nivel ndërkombëtar, por në bolën time pafundme, jashtëzakonisht të mëdha për me gjetë arsye. Kështu që është një top 10 arsye, sido që tjetë, se përket të ne në Kosovë, unë mendoj që arsyeja e parë është dëshira për t'i takuar grupit. Ndryshe quhet edhe presioni I bashkëmoshatarëve, po sido që tjetë, kisha serej pak më mirë, pra kur një të riu, fëmije, I lën përshtypje një grup, 2-3 njerëz, 4-5 të shkollës ose jashtë shkollës që I duken interesante dhe ka dëshirë t'i takoj atij grupi. Kjo është arsyeja kryesore mendoj unë këtu në Kosovë. Natyrisht ka dhe arsye tjera, çfarë është për shembull kurreshtja, edhe që është me rëndësi është edhe qasja e lehtë të drogat. Këto janë arsyet kryesore që fillojnë të rritë përdorimin e drogave. Si edhe për gjitha gjona tjera dhe për këto gjinën rrugët për me u furnizu. Kjo nuk është shumë e komplikume për të rritë. Unë s'po du me thonë që ata gjojnë mrena shkollës drogën, për sigurisht që jashtë shkollës kanë qasje relativisht e lehtë për mu furnizu me drogë.